Rrugtime të papritura të jetës ishte ekspozita e hapur në Muzeun Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër. 40 portrete të ish-burgosurve dhe ish-përndjekurve politik gjatë diktaturës komuniste u ekspozuan në këtë muze për të pranishmit. Është një ekspozitë e cila na bën të reflektojmë shumë për të kaluarën tonë, pra për atë periudhë historike dhe duhet thënë që shenjat e asaj periudhe historike janë edhe të dukshme në shoqërinë shqiptare. Por ne u përpoqëm përmes kësaj ekspozite të përzidhim 41 portrete, personalitete, të cilat me historinë e tyre, siç do t'i shihni te ky album fotografik që e shoqëron, e plotsojnë atë mozaikun e përndjekjes, të vuajtjeve, por edhe të ëndrave dhe të shpresave të ndërprerë. Dhe ndaj dhe kjo ekspozit quhet kështu, udhëtime pa parashikuara të jetës, sepse shumica e historive që ju do të lexoni aty shkurt, tjetër plane kishin jetën e tyre dhe tjetër pastaj përfunduar. Ish të përndjekurit politik tregojnë vuajtjet nga regjimi e asaj kohe. Kam përjetu që nga mosha 5 vjeçare regjimin e komunizmit. Kështu që gjitha ato përjetime të fëmijëve, të mamave, të shtresës time, unë mas viteve kam bërë i shprova edhe kam bërë një bërë kujtesa. Në kanë shtinë të pele në burg, sa ka në burg më i keshën ta në botë. A qëllërën fëmijan që menë të pa hëngër pa pi. Edhe atër këna shkon lushje 4 vjetë, kur këna shkon lushje dhe të në kanë shtinë dhe stallët derësh aty. E kishim 400 gram buk kolomoqit, pa si sa tjetër. E nuk kalzojnë do atë, nuk më një kalzoj. Se e kam mëllani një të në zemër, sa të foli më dhenë. Ajo që duket ironi e fatit është se shtresat persekutuarve vazhdon të jetë harruar. Një nga të dënuarit politik, Viktor Martini, së bashku me familjen, vuajtën 105 vite burg si pasojë e regjimit komunist. Në këto ditë ai shprehet se të persekutuarit janë të harruar nga të gjitha qeverit. Nuk kam lënë asgjë po realizu që ka kenen mundësitë e mia. E kam kriju shoqatët, po këta u mladhën, se pas kam njoft për që këtu politik mirë, edhe kur s'keni me njoft persekutumin politik. A din kush e njef persekutumin politik plotësisht, hetusi që ke kalu në përdurët e tia. Më vjen keq. Për shpërbamjen e kësaj shoqate. E ketë e realizoj Berisha. Se bani me Sibën Mirakel, shoqata antikomuniste demokrate. A din që do të thot kja? Kja do të me thonë, si kur hek një krah, heki tjetër, heki gjëmtyr, e meshe i trup i pavlerë. Kja është shoqata sot. Tashmë i thyer në mosh, Viktori rrëfen kujtimet e atyre ditëve që peshojnë shumë në memorien e tij, pasi i morën moshën më të bukur të jetës. Familja jeme ka pas dënime politike rreth 105 vjetës. Baba më ka dekë në burgun e Borrelit. Në moshën 18 vjeç kam kënë në burg Borrelit, me gjithë vëllain. Ma i riu në statistika që ka shkelet burgun e Borrelit. Kujtoj shpesherë, e të kujtoj gjithmonë amanetin e krype shkopit ortodoks shqiptar Visariat Gjovani. Një policë tha, a dini ku keni ardhë? Borrel, i thave në. Po këtu tha, është Borrel, hine nuk del. Që ashtu kishte nëllë për para. Aja që ka metën të më kujtoj, ashtë, si thaqë Visariat Gjovani, edhe më pytë, si ke emnin? Vitori, thash, ai automatikisht që i duart. O Zot, të falënëroj që në këtë derë të pjerimit, për unë e këtë krijes ka shjo. Thash për vedi, pas ka lujt veç. Por, dora ti atënore, që i vunin kërë, thash, e ke birjem. Prania jote këto, ashtë dhurat për i Zotit.
Sepse një ditë kur na mos teme, në emën Zotit, po të caktë dishmitari vujtjeve tonë. Por a është kjo demokracie sotme, ajo që ndërruan kur rrëzuan regjimin komunist? Ka 33 vjetë që ka ikë për i venit tem, sepse filloi një demokraci shumë e dhunshme. Fjala demokrat nuk do me thonë se je demokrat. Demokrati që kur e kam thonë shpesher, mund tjetën të gjitha partitë, por ka një kusht që ta meritosh atë titullin duhet me kenë demokrati vërtet. Demokrati mund tjetë edhe të Partia Socialiste dhe çdo parti tjetër. Kur ai punon për popullin e për votuesit, pas me mënyrën më të bashkë. Mjerisht, kjo s'punodhe në vendin tonë.